Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, AAPSK, ka publikuar një katalog të disa mjeteve të konfiskuara, të cilat vijnë nga para të pajustifikuara. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, agjencia shkruan se katalogu përfshin një sër mjetesh të sekuestruara me të gjitha të dhënat e detajuara mbi bazën ligjore. Nisur nga katalogu, ajo që bie në sy janë markat e makinave luksoze, që përfshin Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, të cilat arrin në vlerën e mbi 100 milion eurove. AAPSK publikon katalogun e përditësuar të mjeteve të sekuestruara dhe të konfiskuara. Një hap i rëndësishëm drejt rritjes së transparencës dhe informimit publik mbi pasuritë e luajtshme nën administrimin e shtetit. Katalogu përfshin të dhëna të detajuara sipas statusit ligjor, karakteristikave teknike dhe vlerës së përafërt, duke ofruar një panoramë të qartë dhe të aksesueshme për publikun, thuhet në njoftimin e Agjencisë së Sekuestrimit të Pasurive. Gjatë viteve të fundit, Agjencia e Sekuestrimit dhe Konfiskimit të Pasurive ka vënë nën sekuestron e saj qindra vila, shtëpi, apartamente dhe muete të ndryshme transporti, për shkak se ato vijnë nga aktivitete të palishme apo grupe të ndryshme kriminale që nuk justifikojnë vlerën e tyre.